sot vi përsëri në shkollën time, në shkollën Raj Qirinxhi. Jam me emocione dhe shikoj me gëzim që të paktën nga ana vizive shkolla zbukurohet dhe përparon. Uroj që ky përparim të jetë i vazhdueshëm dhe shkolla ime e dashur të ngrihet e të ngrihet. Ish nxënësi dhe mësuesi i shkollës Pandi Kërënçi. Shumë faleminderit profesor. T'ju pyes pak. Ju sa hyt në këtë shkollë? Kishit një kujtim që ju erdhi me një herë në mendje nga e kaluara juaj kur keni qenë maturant këtu? Kujtime? Ja, një nga kujtimet. Ishtë nxënëse time janë bërë kolegët time dhe vazhdojnë përparojnë. Po, kujtimet veçanta kam shumë, po tani nuk mund të veçoj ndonjë. Vetëm unë shikoj me kënaqësi që juve, këta nxënësit e shkollës, janë bërë më të civilizuar, më të qytetëruar, më të mençur, më të zgjuar dhe uroj që kjo të vazhdojë akoma më tej. Shumë faleminderit. Profesor, mos i marr më shumë nga koha se shikoj që jeni për të larguar tani. Nuk shpresoj që të keni gjithmonë këtë aspekt pozitiv për shkollën tonë. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju, na pritet shumë bukur. Pafshim.